Europa të sjell në mendje imazhe të bulevardeve madhështore pariziene, rënojave të lashta romantike dhe plazheve spanjolle të mbushura me diell sipas Travel of Path. Për dekada të tëra, këta gjigante e Europës perëndimore kanë dominuar listat e dëshiruara të udhëtimeve, duke tërhequr miliona turistë në monumentet e tyre ikonike dhe qytetet e tyre plot jetë. Le të jemi realist, këto vende janë të mahnitshme, por të gjithë jemi në dieni se vera në Europën perëndimore sjell turma masive me vizitorë dhe çmime shumë të larta. Por trendet e udhëtimeve po ndryshojnë, ndërsa destinacionet klasike mbeten të njohura, turistët e zgjuar që kërkojnë përvoja autentike, peizazhe mahnitse po e kthejnë vëmendjen e tyre drejt lindjes. Harrojini vizitat në Kolose këtë vit. Ekziston një vend që krenohet me bukurinë mesdhetare, pa turma vizitorësh dhe çmime të larta krahasuar me fqinjët e saj. Ekipi i Travel of Path e ka vizituar personalisht këtë vend në zhvillim dhe është plotësisht dakord se është një destinacion i jashtëzakonshëm pushimesh dhe një vend europian. Përgatituni të eksploroni këtë verë Shqipërinë, shkruhet më tej. Një nga atraksionet më të mëdha të Shqipërisë është Riviera shqiptare. Mendoni për bregdete të mrekullueshme që ju kujtojnë Greqinë ose Kroacinë, por me çmime shumë më të përballueshme, ndërsa çmimet po rriten në mënyrë të pashmangshme, siç u vure në fillim të vitit 2025, Shqipëria ende ofron një përvojë mesdhetare relativisht të përballueshme. Ndërsa Riviera shqiptare mund të tërheqë vëmendje, atraksionet e Shqipërisë shkojnë shumë më thellë se vija e saj bregdetare. Ky është një vend me një histori të pasur dhe peizazhe mahnitse të larmishme. Adhuruesit e historisë mund të eksplorojnë 3 vende të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Vizitoni Beratin, qytetin e 1/1 dritareve, ku shtëpitë e bardha duket sikur rëzohen nga shpati i Kodrës drejt lumit. Eksploroni rënojat e lashta të parkut kombëtar të Butrindit, një vend i banuar që nga korat parahistorike ku shfaqet historia greke, romake, bizantine dhe veneciane. Dhe së fundmi zbuloni kryeqytetin e gjallë dhe plot ngjyra Tiranën, një qytet që po heq dorë nga e kaluara e tij komuniste, me kafene të shumta, tregje si Pazari i Ri e të tjerë. Shqipëria ende ofron një përvojë autentike dhe më pak të mbushur me turistë se sa shumë fqinj. Ajo ofron një ndërthurje gjithnjë më të rrallë, një vend që të jep ndjesinë e një risi emocionuese dhe thellësisht historike, shkruhet në gazetën Travel of Path.